Ngritur si shqetësim nga televizioni 6+1 Vlora disa ditë më parë, ura në lagjen 15 tetori, e cila ishte kthyer në një rrezik dhe burim aksidenti për shkak të ngushtësisë që ajo kishte. Duket se tashmë do të ketë bariera mbrojtëse në dy anët e saj. Siç po ndiqni nga pamjet në ekran, ditët e fundit janë vendosur disa kangjëlla që bëjnë të mundur mbrojtjen e këmbësorëve. E megjithatë, ato janë të pamjaftueshme për të shmangur rrezikun dhe aksidentet të cilat mund të ndodhin këtu, ku ka patur edhe raste fatale për jetën dhe ku automjetet kanë përfunduar në kanal. Gjithsesi, banorët përshëndesin këtë nismë të ndërmarrë, por thonë se ajo nuk duhet të zhvillohet vetëm në kohë fushate, por masat të ishin marrë më parë. Këta erdhën për të prishur një ta rregulloni, ta zgjeronin, ta bënin. Gjetën ata hekurat ku gjetën edhe na mbeturinat, i çon këtu, shiko këtu lart, shiko këtu lart, fatkeqësi e madhe. Kush e ka bërë këtë? Kush e ka? Nuk di çato, nuk duhet zgjeruar, duhet. Po shiko ç'a bën, e bën ashi para një javësh, 3 ditë që e bën natën, ndiun. Ja urdhë, ka kuptim kjo? Shiko këtu, ti pse del këtu, dil aty. Mbrapa shiko aty, pasuan kanalin e hodhën atje në rrugën kryesore. Çfarë të mundi? Burim aksidenti? Shumë fare, po shumë. E çarë dhe muri poshtë. Erdhën këta, do ta zgjerojmë, ta bëjmë. Çfarë të thotë jashtë? Ka patur raste që kanë ndodhur aksidente këtu. Këtu e? Këtu kush e di se sa kanë këtu, dam na kosulle. Po nuk e mbron kjo e. Kjo se mbron, më vjen keq tash. Nuk e mbron kjo. Merr hekullat e çok këtu që për fushat. Na duket e habitshme. Këtë rrugë këtu se e bën deri më malit ata, këtë rrugë këtu asfalti, se për ka bën për mikët e tyre. Rruga jon aty që po vetë 30 vjet tu, fare. Të vesh shikoç, do thosh me gjithmonë fatkeqësi. Çato. Ato gjërat janë bëjnë. Po çfarë kushtuan ata? E ta zgjeroni pak, o ta bëni para një muaj, 2 muaj. Nuk të plas dot. Shiko vet, veproj thoj me gjithmonë ç'a bëhet. Banorët e lagjes 15 tetori në Vlorë e kanë ngritur me shqetësim të madh për televizionin 6+1 Vlora disa herë çështjen e urës në territorin e rrugës ku ata kalojnë çdo ditë, për shkak se si kundër ndiqni pamjet, rreziku është evident çdo moment, qoftë për këmbësorët, por ashtu edhe për automjetet, ndërsa kërkojnë që të ketë një investim i cili të bëjë të mundur zgjerimin e urës dhe ta bëjë atë me standarde për të shmangur kështu rastet e aksidenteve.